Në kampin e Vorës, të gjithë janë të përshëndruar te takimi i radhës në kampionat kundër Teutës që do të luhet të shtunën në orën 16 dhe me shumë mundësi do të luhet në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, edhe pse Vora është pritse, megjasa klubet do të bëjnë një rokadë në kalendar në mënyrë që në fazën e tretë, me shpresë që stadiumi i Vorës të jetë i përfunduar, vorakët të luajnë në shtëpinë e tyre. Trajneri Arjan Bellaj dhe stafi i tij janë përkushtuar kryesisht aspektit fizik dhe stërvitjes individuale, pasi ngjeshja e kalendarit nuk ka lejuar kohën e duhur për këtë fazë përgatitore. Bellaj ka kërkuar edhe ndihmën e stafit mjekësor për të rikuperuar disa lojtarë të dëmtuar në mënyrë që të jenë gati për ndeshjen e javës së ardhshme. Grupi pritet të plotësohet javën e ardhshme me rikthimin e Tabakut, Barjamajt, Luzgiz dhe Luis Felipes, ndërsa ka shpresa edhe për rikthimin e Francesco Hasajt. Ana psikologjike e ekipit është e mirë pasi skuadra vjen me moral të lartë pas fitores bindëse ndaj Tiranës, ndërkohë Vora po përgatit edhe formacionin për ndeshjen e Kupës së Shqipërisë kundër Sopotit, që do të luhet të mërkurën në orën 13 në fushën sportive Ahmet Tashi. Lidhur me ecurinë e deri tanishme të Vorës dhe dy sfidave të kësaj jave për Panorama Sport, flet futbollisti 24 vjeçar Kevin Dalipi, i cili ka lindur në Londër. Përveç analizës për ekipin, ai flet edhe për përballjen Shqipëri-Angli dhe dëshirën që kushëzimt të marrin fitore historike. Dalipi si e vlerësoni ecurinë e Vorës në këto 11 javë? Vora po tregon se është një skuadër e kompletuar në të gjitha repartet dhe të gjithë lojtarët po punojnë me përkushtim. Kemi bërë një ecuri që mund ta quajmë pozitive. Në fillim shumë njerëz na panë si skuadër kalimtare dhe kandidate për të rënë nga kategoria, por unë ju siguroj që gabohen. Aktualisht jemi në mesin e lartë të tabelës, megjithse në disa ndeshje kemi luajtur shumë mirë dhe nuk kemi marrë pikët që meritonin. Keni lindur në Londër, por Shqipëria luan ndaj Anglisë të dielën. Si e parashikoni ndeshjen dhe për kë do të bëni tifo? Pavarësisht se kanë lindur në Londër, origjina ime është shqiptare dhe Shqipërinë e kam për zemër. Sigurisht duaj që të fitojnë ndaj Anglisë, sepse një fitore na siguron një vazë më të favorshme dhe një kundërshtar më të lehtë në play-off. E rëndësishme është që jemi kualifikuar për këtë fazë dhe dua të uroj ekipin kombëtar për këtë fitore historike, edhe unë shpresoj që një ditë të vesh fanellën kuqezi dhe të jap më të mirën për kombin tim. Këtë ndeshje do ta ndjek nga stadiumi. Vora ka një kalendar të ngjeshur pas javën që vjen. Presin 2 ndeshje në kupë dhe kampionat. Çfarë prisni prej tyre? Vetëm fitore të mërkurën në kupë dhe fitore të shtunën në kampionat. Jemi përgatitur për të dyja sfidat, por padyshim më e rëndësishme është ajo ndaj Teutës, ku do të luftojmë vetëm për 3 pikë. Po aq e rëndësishme është edhe kalimi i turit në Kupën e Shqipërisë, sepse duam të shkojmë sa më larg në këtë kompeticion dhe pse jo, të synojmë finalen.